A ka raste që kanë lënë gjurmë tek ju si Naser Sylla në lëmin e mjekësisë emergjente, domethënë në punën tuaj profesionale mbi 3 dekada? Shikam, një pyetje tillë ma ka parashtrua edhe një mjek i mjekësisë emergjente, një mjek i imi. Pas ka menduar si on. Kur ishte në vizitën e fundit nga Tel Avivi, nga Izraeli. Shikam, po foli për veten time mas pari, do të thotë niveli stresit në qendrën emergjente është aq i lartë sa ne shpesh folim për sindromin burnout sindrom. Edhe e kemi folur me ministrin edhe me drejtorin e SHSUK-s që nëse ekziston dikon në botë burnout sindroma, këto ka thonë edhe ekipa që ishte nga Izraeli, nëse ekziston dikun është mund në qendrën emergjente. Shikam, veç një shifër du me të rëgua. Vetëm këtë vetë, dëmon në qendrën emergjente kanë qenë 389 ekzitusa, 389 pacient kanë ndru jetën. Pra mendoj një, të thotë, është rast me vërtet Iran, kur tepër Iran kur del edhe ja komunikon diku i thua, për vjen kesh, s'mujtë me bo ma shumë ndra jetë. Ka plot raste tilla, po tash, tu e falëndëru pak përvojësime, pak ma gjatë këto, dhe të thotë, përpjekna për mi bo një mboroj, ndaj vetë vetës, që ta kaloj ato për pa vdu, mirë po shikam, gjitha rast e len nga një vrag në jetën tonë,